Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Duke ju uruar një të shtunë të këndshme të gjithëve, unë ju premtoj gjithmonë që do të kem të ftuar special, por sot kam 3 vajza fantastike, përveç se të bukura. Mirë se erdhët në studio, Bejle. Bejle Done. Shiko, përveç se do flasim disi për artin, për jetën e përditshme, për të unë e kuptoj që spektatori sot do fokusohet, cila është më e bukur se tjetra. Edhe do mesin kështu, Ingridin do e shohin nga kapelja, nga sytë e bukur, Idenin nga flokët e gjatë, nga performanca dhe Josefinen nga finesa, delikatesa dhe eleganca. Po I lok të gjëra se ka fillu besoj I goja lang të gjëra. Po ti se në kolegjo, nuk the për vete. Okej, jemi në fest realisht, janë Pashk. Ne ju urojmë të gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkën dhe paçi gjithmonë vetëm begime dhe begati në shtëpitë tuaja. Uroj që të mbarojnë të gjitha këto luftra, pandemi, të gjitha këto gjëra të këqija që dëgjojmë, sepse me të vërtetë janë të lodhshme, por unë besoj që me bekimet e Zotit ne do ja hellim çdo sfidë që na sjell jeta përpara. Vajza, Pashkët I festoni. Ingridin e kemi kompletuar disi, e kemi korruptuar, ne I festojmë të gjitha së bashku. Iden se janë Pashkët për ty? Pashk për mu janë shumë të rëndësishme, sepse për vetë kristianismin janë festa më rëndësishme për ne, e cila është e djela më e shajt e vitit. I kena festu gjithmonë në shtëpi dhe atmosfera është një qysh 40 ditë më përpara që fillojnë pra periudha e krejshme. Kur ne ninojmë ose hekum diçka që na pëlqen shumë. Argjërojmë në një farë mënyrë, domethënë, është e vërtetë. Edhe jo të gjitha ditët sepse argjërimi është ndoshta jemi mësuar ta dëgjojmë nga feja muslimane që është 30 ditë. Dhe me të vërtetë mendoj se është shumë I mirë si për mendjen, së pari, pastaj edhe për pjesën e trupit, por si shkencërisht, si shpirtnisht është gjë shumë e mirë. Edhe si vokacion që sjellin. Të dyja fejt kanë ato gjërat e mira, të cilat ne shumë shpesh ja na shkalojmë dhe mendojmë se ti je një ateist, është diçka e bukur. Unë mendoj se njerëzit me karakter të fortë kanë fe në shpirt, kanë besim të fortë në shpirt. Si mendoni ju vajza? E mendoni se njerëzit që kanë karakter të fortë dhe besojnë shumë në Zot? Unë mendoj që njerëzit që janë shumë të thellë besojnë shumë në Zot, sepse vetëm me pa rreth rrotull ti e kupton se është diçka më e mistershme që I lill këta në këta mrekulli që shohim çdo ditë. Pra ka një ingredient që siç është shpirti. Se s'ban. Nuk jena thjesht makina. Po nuk do të kishe si të përgjigjesh ndryshe, detajistja e fotografive. Ingrid Havalja, gëzohem që të kam studio, jo hera e parë që të kam studio, por sidoqoftë sot je totalisht për mua. Ingrid, si janë për ty festat e dy besimeve të ndryshme, edhe për fenë katolike edhe për fenë muslimane? Si ndjen për sa I përket Pashkëve, nuk I kam festu ndonjëherë, po mezi të shpres që me I festu me ju për shembull. Edhe ky vit ishte viti I parë që unë provova me ly vest. Ishte një dështim total, po gjithsesi. Si energji shumë na ly Pashk. Ishte shumë energji e bukur edhe do më një pak se dështim. Ku ishte dështimi? Dështim se s'disha me I ly. Edhe do të thoj Ariol, ne I vume me zy vët, edhe si duket boja ishte skadume. Dhe ne po priqim me dal ata vët të bukura të kuqe të mrekullueshme, edhe dolën as roz, ja po një roz pastel I lehtë. Edhe ishte një dështim kështu, mërzit me pak. Unë modë deri diku. Mama I morë me penenat edhe fillume me piktoru me badi që ka Kja gjapa në unë sepse nuk e keni lysi mjetë shpitame. Nuk e kena pas Josefinen, që është shpëtimtarja e çdo feste. Shpirti I festës, kokën tak po. Pak të rësi, pak po qejt, por ne... Ja po thuje që ka ba operacion, edhe ashtë këto. Të e martën a shput në operacion. Jo, me nuk po e themo se kjo është rezolitse. Sa besojnë të në të rajta, jo la për me me po interesant të vizioni. Në la polishë. Të tregoj unë një ndolli temën kur unë fillova me ly vest për herë të parë, sepse unë vi nga një familje muslimane dhe u martova në një familje katolike, ndërkohë që unë kisha zgjell me pas pranë zemrës time një besim katolik kristian. Ishte diçka zgjedhja jam, ja është shoqyr Zotit I madh, ndon se ka shumë tipare burrnore, ka një herë na ka lëshu me besu si dona na mënyrën tonë. Edhe kjo është gjëra më e bukur na ka leju. Se kështu jemi në Shqipëri, themi na ka leju, nuk kemi
Ingrid gjallë. Edhe kur fillova me ngjy vët për herën e parë, kisha boj për me ngjy 20 kokra vëll, unë bëna 5 kokra të bukura, edhe i me vjerë që sot nuk jeton, mam thot 5 kokra ke bë, po këto 15 tjerat me që ti ngjyrë. Kaq nuk kisha asnjë experience, prandaj e di që hera e parë është dështim, po gjithsesi është një experience shumë e bukur. Edhe besoj se kam si e pritni Bajramin nëpër shtëpitë tuaja? Bajramin paka shumë me qa kam po e me qa kam nëgju e presim si ju poshkt. Një ditë më përpara, 2 ditë më përpara shtëpia duhet me kanë zinë. Se për ndryshe 2 ditë para shtëpia zide, kam frikë. Po, edhe baklavën. Mama s'na kujton po si kamiona dhe amelsinat këtë muj për ditë tha mos mi kujto. Iden për Bajram ne të Ingridit të gjitha. Unë e para i herë Mi pritur në. Okej. Jozi, të ndihmojnë fëmijët për rrëmujën në shtëpi? Për rrëmujën, jo, me të drejtën unë këtë atmosferën e pashkëve gjithmonë e shijaj shumë me fëmijë, sepse jo vetëm fëmijët e mi, po mbledh edhe fëmijë të tjerë, si më thon, edhe bëjmë i mësoj se si me dekoru vezët. Është një moment shumë i bukur, fëmijët kënaqen. Edhe por për me shman këtë pjesën e kësaj bojës që jo ngjyn, jo s'ngjyn, unë ka disa vite që nuk e aplikoj ma atë mënyrën tradicionale të lyrjes së vezëve, po përdori flitet, edhe merr një ngjyrë spektakolare, si më thëna, shumë e bukur, edhe dalin shumë bukur, edhe të lejon masadaj me lujtë si dush me ta. Ta kena parasysh për vitin tjetër. Për vitin tjetër. Me kështu është, kur mungon Jozi në përdora dhe teknikën e dekupazhit, me sa dijon me ngjitse, me copat ndryshme, tekstile, shumë bukur. Atëherë, Ingridi di që këndon. Cila ka qenë indicia jote për me kënu? Kush është ai kantautor ose këngëtar që të ka dhënë një shtys të madhe me kënu? Mund të jetë edhe letrare. Me kënu, taman nuk e moj mend, se kam qenë shumë e vogël kur më ka fillu ky pasion, por që para disa viteve në klasë 9 kam fillu me shkru tekste në anglisht. Oh. Po kjo është diçka që unë nuk e dija për shembull, se ke thënë emisionin tjetër, është pse ke marrë sekret. E kam prit për emisionet rrozë. Okej, shumë mirë. A do më që shumë bukur. Po tjetër. Dhe këngëtarët, kantautorët e mia të preferuar që më kanë ndihmuar shumë me këtë pjesë edhe më kanë inspiru disi, është Sia, Jessie J, Charlotte Cardin, Sabrina Claudio. Po shkojmë te Sia, dhe du më kallëzu një të fortë. Isha ftuar në një emision me Tim e Bi, te motra e Ingridit normalisht, sepse do ishte një frymëzim në anë e Bi dhe si frymëzon njëna tjetrën në anë e Bi, dhe më thotë një lojë që kishte emisioni, dhe më thotë që cila është këngëtarja e preferuar e Xhuliës, thonë që në një moment sepse preferencat e fëmijëve as nuk i diktoj, edhe shumë shpesh domethënë unë zhytem në muzikën time dhe rri great show out. Thonë që forria e Elena Selena Gomez. Jo më nona, Sia. Mirë se vajza u trondit nga Selena Gomez, por apo më shifte kështu, e ke seriozisht. Më thamë unë në emision, si tonëve, që prepa e emision është edhe i registru, nuk kam me ta falë kur. Ishte Sia, unë e di shë fakt që është Sia, po Sia dhe Selena janë të dyja fantastike. Iden, gjithmonë prezentoj si një gru artiste, po tham gru, vajzë artiste, gru edhe. Djerë botnisht. Iden ja gru, nuk jam për shëtë. Ja, unë mihem. Ajo një. Një ma vajzuke me thonë drejte. Okej, atëherë, Iden, do të na thush pak për dëgjuesit, për teleshikuesit, kush është Ideni? Mas. Qanë këta pyetje këtë pështira më Ariol. Po mirë, unë nuk po thëmë për kush Mirë, po për ty. kush është Ideni? Me 3 fjalë, po e thamë. Ideni është një vajzë kreative. 3 fjalë më. Me 3 fjali. Me 3 fjali. Ma me 3 fjali i ka Ingrid. Është një vajzë empatike. Edhe një vajzë shumë e shkast. Okej, ja dhe të mban jetë. Po. Fantastike. Ingrid? Jo, kush është Ideni, kush është Ingridi? Pa. Ka dhe tjera, po.
Jam shumë empatike. Mas kopjo. Empatike. Jam të lujt. Jam shumë empatike, inteligjente edhe rezollice. Edhe modeste. Pjozi. Jam shumë njeri. Edhe mos me thonë gjatë ikë mrapa, besoj që Tana. Tana, me një fjallë. me një fjallë. Edhe kjo përgjigje e kësa, jo holla. Atëherë, në vajzat ishte mi ju përshëndet me një, mamaj do të bëjmë një diçka të bukur bashkë, po. Mi ju përshëndet me një verk të Anaisnin, thotë, jam një gru emocionale që e kuptoj jetën vetëm poetikisht dhe muzikalisht. Ndodh kështu sepse ndjenjat janë më të forta se çdo arsye. Unë jam aq e etun për të çuditshmën, sa vetëm e jashtëzakonshmja ka fuqi mbi mua. Çdo gjë që mund me kthy diçka të jashtëzakonshme e la me shku. Awesome. A jeni ndjen ndonjëherë brenda këtyre situatave? Unë mendoj që nganjëherë kur mbarojnë projekte që nisim, nganjëherë, sapo ka marrë një projekt, Para se me marru projekti, fillon tjetri. Nuk po i zbulojmë këto të tjerat, por po them që shpesh ajo pjesa, sidomos kur jemi në fundin e projektit e kuptojmë që ka ardhur fundi dhe ajo jehona që jep projekti, me të vërtetë që e lajmë me shku, e lajmë me projekt zemrat e tjerëve. Si ju duket kjo? Jeni ndodhur ndonjëherë në një situatë të tillë? Me kriju diçka të bukur dhe e ke kuptuar që ka ecë dhe ka lënë me projekt zemrat e tjera. E ka lënë jehonën mrapa. Ingrid, për shembull, ti që kënon, ke kënu këngë që kanë mejt jehon veshin e dikujt, që ndoshta prapë ka dhënë atë feedback mrapa që Ingrid më ka mejt mendet e kënga jote. Për shembull, tek Without You e Mariah Carey që ke dhënë tek netët fund vitit të Gjina Radio Shkodra. Unë ende kam zonin të mvesh. Unë jo. Po, më kanon, në fakt, edhe është një ndjesi shumë e bukur, edhe lumë ato njerë që përjetojnë si ndjesi. Është vërtet. Iden, fotografitë tuaja ka ndonjë që cilëson, të paktën që e ke sa herë që gjen diçka në memorien tënde vjen e para, ndoshta që kërkon diçka në memorien tënde vjen e para. Ka shumë Mariol, por du me thonë fotografinë time të parë, sytë komunikus, është një fëmijë i vogël me dorë, do ta them gjithmonë sepse është një moment. Është një fotografi. Po, është një fotografi që e kam shumë për zemër. Juzi ka diçka në Se fëmijët janë e ardhmja. Duken se unë punoj në edukim shëndetësor edhe bëjmë shpesh aktivitete për fushata të ndryshme në fokusin e shëndetësisë. Unë jam impenju edhe gjithmonë i kam bëm bashkë me stafin këta aktivitetet për kancerin e xhirit. Shumë të veçanta dhe shumë që të mesin men, që nikojnë, që lajnë diqa mrapa. Së fundmi keni pas edhe ekspozitën vajza, e cila i dedikohet grave me kancerin e xhirit, edhe ju jep shumë forcë, një gjizë bukurum me lule, ndërkohë që mund të kishte gra që nuk e kanë po me zëvendësu me lule, dhe me thonë me zëvendësu me jetë. Është një gjësi shumë e bukur kjo. Jo, ajo mesazhi pak tensione kam menuar që një femën nuk i jep atë bukurinë gjint, forma trupore, është mërëndësia e saj, një femën a femën mërëndësi të saj, nuk ka rëndësia, është bukur sido që t'je në çdo lloj forme të saj. Është vërtet ajo. Si me gjë, si pa gjë, ajo është e bukur, femna është femna. Po kështu është kur je njeri, flet edhe gjëra shumë njerëzore, thonë diçka njerëzore. Ide si ishte impakti i ekspozitës grave me një lule në një formë në njërin prej gjive? Për mua ka një impakt shumë i fortë, shumë dinamik, sidomos kur kena punu me gratë të cilat me taman kanë pas janë përballë me smunjen edhe të shohësh një gjë i cili nuk ekziston aty e vjen re se sa e fortë është kjo gru. Pra, sa shumë gjana ka kalu. Dhe se sa shumë e ka përjetu me pozitivitet edhe për me isë për para, për me kalu dhe për me sfidu si smunje, sepse donë shumë forcë të mranshme. Dhe donë edhe mbështetjen e tjerëve, pra jo të japim shumë rëndësi asaj që po kalon, por më tepër duhet të japim rëndësi në mënyrës se si t'i afrojmë edhe se si t'i bëjmë për me harru atë që janë të kalu. Mendoni se gratë shkojnë të gjitha të kontrollohen rregullisht? Apo kanë arsye të veta që nuk shkojnë përveç asaj pjesës që jemi vetë neglizhente shumë shpesh? No, për mendimin tim ka filluar me ndryshu, gratë janë shumë të kujdesshme, edhe por u kam frikë që mos të jenë vetëm në gjatë muajit tetor që bëhet ajo ose muajit mars.
nga një herë që do kjo e kanceri i gjirit. Iden mendon se ka gra për atyne që ka dhe burra që nuk I lejojnë për me shku me bë një vizitë? Po, të I kenë se kam disa informacione me që kam punuar me shoqatet e grave, e di që shumë gra e kanë të vështirë ose është për shkak të mentalitetit ato nuk shkojnë për me bërë një mamografi, minimumi. Edhe ashtë marrë ose diçka e tillë, mund të kenë probleme ekonomike nga më të ndryshmet, por besoj që mitona është shneti dhe duhen të sensibilizohen. Jemi te mamografia dhe unë e di që njësitë qeveritare mamografi të sjellin në rreth vetëm muajin tetor. Unë mendoj që mamografia duhet jetë në rrethe, në për të gjitha rrethet e Shqipërisë. Unë po them rrethet sepse përket vetëm jo vetëm si qark, por krejt gjënsisht. Edhe duhet jetë për gjithë vitin, realisht. E di është për gjatë nëse ka fillu kjo, mas kësaj jehon sensibilizimit. Edhe kjo duhet jetë faktikisht edhe ato zonat më të thella, sepse unë di që ka gra që nuk shkojnë, jo vetëm nga pjesa e mentalitetit, po edhe nga pjesa që unë nuk kam asgjë, fundja ose e quajnë si një smundje të trashëgueshme dhe kjo nuk shërohet. Shërohet. Nuk ka smundje që nuk shërohet, ato që nuk shërohen pastaj nuk marrin shumë prej nesh, marrin vetëm atë pjesë që nuk ka ashtu e rëndësishme sa që shpirti. Gjithsesi, vajzat të ndryshojmë disi ambientin edhe situatën. Sekreti një martese gjatë thot është të shkojmë në restorant të 2 herë në javë thot. Po në dritën e qiritë thot, me muzikë thot, ku ka ndonjë vallëzim. Vetë se unë shkoj të premten thot burri dhe ndërsa bashortja thot shkon të martën. Si keni situatën me vallëzimet? Baka shumë me kështu. Baka shumë me kështu me të thënë drejtën. Edhe për njëtë edhe kena marrëdhënie me kështu. Do të thënë martesa funksionon më mirë? Po. Sepse jeta është e gjatë, Ariola. Edhe gjithë secili vjen një moment që ka nevojë për ata hapësinat e veta. Edhe asnjëherë nuk duhet të ndërhyjmë në hapësinat e njëri tjetrit, mos me kanë të bezdisshëm, për me pas një raport normal. Përveç kësaj, secili prej partnerëve ka gjuhën e vet dashnisë. Pra dikush e don dashninë me vepra, dikush e don me lan pak hapësinë, dikush ka nevojë për fjalë, dikush ka nevojë për ledhatime dhe kështu jo ton kanë të njëjtën gjuhë. Kështu që duhet ta kuptojmë që jemi të ndryshëm për njëri tjetrit edhe ta pranojmë njëri tjetrin ashtu siç është. Pra mos t'i krijojmë shumë trysni njëri tjetrit. Kjo është edhe ai sekreti. Ajo dita që ne kalojmë të gjitha së bashku. Unë besoj sa më bukur. Ingrid, ti ke të ditët tuaja në restorant. 7 ditë javës. Mirë, Ingrid, unë këshilloj që të kesh sa më gjatë të ditë, Ingrid, sa më gjatë, lutem. Ashtu ka mi pas të ndajt me ne në të restorant. Këtu skalit. Unë më dojë që kina me të bëmë më të fort për jetën, Ingrid. Always. Iden, një pyetje pa klishe, Iden, si janë burrat? Po, mos pëti feministe. Jam krejt feministe. Okej, s'ka problem. Herë po burrat nuk kena jetë. Kja është që është e sigurt. Nuk kena jetë. Po burrat nuk kena jetë, janë shumë të rëndësishëm sepse na plotësojnë. Por që jena pak shoqëni maskiliste. Po burrat tek burrat hin baba, hin vllai, hin shumë burra të rëndësishëm. Ka fut burrin përgjithësia jo. Burri si burri si individ. Por edhe burri si individ. Jo, jetë kena pak. Ka rëndësinë vet. Jeta vazhdon si gjithsesi. Por ka nevojë pak për se Ingrid I flet më mirë për këtë pjesë që fillon edhe shpalos ideologjinë e saj. Nosha nga që e marrin moshën ne, mundesh me pas mendimin krejt ndryshe dhe kjo është gjë shumë e bukur domethënë, sepse ne mund të mendojmë edhe një saj të trinje. Unë jam shumë feministe, jam shumë pro grave, po si që jam pro grave, jam edhe pro meshkujve që I respektojnë gratë. Bravo. Fatkeqësisht në ditët e sotme janë shumë të pak numër këto lloj meshkujsh. Prandaj edhe unë vazhdoj me kanë single. Ingrid. E para, besoj që nuk ka momenti jot akoma. Sepse herët dhe njëri do të kalojë disa. Përgjithësi, po në çdo raporti disa sita deri që të zgjellin, të gjenden në një kup, si më thon, me njeriu e zemrës. Mendoj atë mendimin tonë e përfshi deri diku, por mendoj se je në atë fazën e eksperimentimit ose të kërkimit asaj që bën për shpirtin tënd. Unë po shumë në çfarë do lloj raporti, jo vetëm në çef. E kuptoj, absolutisht të pjesë.
në shumë aspekte tjera, por ndryshojnë edhe burrat ndryshojnë sipas marrëdhënieve që kemi, absolutisht. Qoftë kolegiale, qoftë fisnore ose të ndryshme. Josefine, mendon se ne nanat rrisim djem të dukum? Ne nanat kena mësu për një barë shumë të madhe, një mision shumë të rëndësishëm. Edhe të betojmë që për ditë mundohem me djalin tem me kanë shumë që të kuptojnë se sa amële, sa e dashnë është një femër, një nanë. Edhe në këtë gjëja jam mësejnë me të motrën, nëse atë me të motrën. E kuptoj. Edhe në komportimin me njëri tjetrin, fëmijë, motra dhe vëlla bashkë, i shoh shumë shpesh ato për, domethënë përshësinë tonë kur ata të dy janë shumë përçafuar me njëri tjetrin, shumë dashur me njëri tjetrin. Edhe unë mendoj që ka të bëjë shumë midis një marrëdhënie midis një motre dhe një vllai për gruan që bëhet nesër dhe për djalin që bëhet nesër. Unë kam kaq shumë emisione dhe asnjëherë nuk e kam përshëndet vllain tem. Kam të mrekullueshëm. Gjithmonë thëm babin, jo për zotin, vllane kam të mrekullueshëm, sepse dimi ju thonë që kam një marrëdhënie të tillë që edhe pa komuniku me njëri tjetrin, ne e dina se kena nevojë për njëri tjetrin. Ishte një kohë ku gjendej jashtë shtetit dhe gjithmonë më merrte në telefon në çast që unë kisha nevojë vetëm për të. Kështu më Është impakti që kemi me vllajën. Ideni ke një lidhje të jashtëzakonshme me babën. Ke një babë të mrekullueshëm që i cili është një artist i jashtëzakonshëm, i cili pikturon jashtëzakonisht bukur. Mu më thonë mos i përdor fjalët jashtëzakonisht, po nuk di me gjetë fjalë tjetër për pikturat e babës tam. Dhe ne e përshëndesim zotin Ekspert Mali, i cili është Allon e përshëndes edhe e du shumë. Ashtu dhe. Prandaj unë të pyeta për burrat si janë burrat, sepse me të vërtetë që di që i rrit nga një babë. Jo vetëm unë, por mendoj që çdo gru ka një model në mendjen e saj. Ai është baba, është një libër që ka lexuar, është dikush që është i rëndësishëm në jetën e saj, por mendoj se edhe gjatë jetës tonë na shkojmë gjithmonë të kërku atë model. Edhe bëjmë edhe krahasime. E mendoj edhe unë këtë gjë. Dhe çdo femër e cila është e kulturuar, pra ka lexuar shumë, ka një shumë muzikë mirë, ajo gjithmonë ka me pas një model shumë të naltë për të një më të mirën, edhe për më të mirën, po. Ne për kësaj gjoje edhe krijojmë disi iluzione në trunin tonë. Po, ashtu edhe kjo. Por që me të vërtet unë kënaqem kur shoh djem burra që janë shumë gentil, që dinë me u sjell me një gru, dinë me u sjell në mënyrën më të mirë të mujtën. Dhe këto burra i përshëndes edhe i tham bravo, vazhdoni kështu edhe rritni edhe braza tri me kështu. Bravo! Nuk ka kur gjatë më thoi me hap derën, më mundu me endhi mu me çantat, janë gjana shumë vogla, por që gratë, ose me ballë punë të shtëpisë ndonjëherë. Do të thonë janë sidomos punë shtëpi. Barazi ndonjëherë, barazi gjinore. Po kur vjen puna me baj, duhet me ndihmu vetëm ata se. Diçka tjetër, kur e pyeta parë Ingridin në lidhje me poezinë që tha që ka edhe shkruaj tekste, desha me tregu diçka për mend pokor që kena bën një natë. Ne një financish vajza që dalim edhe nuk është se konsumojmë vetëm një kafe, por në atë kafe flitet për idena, flitet për projekte, për mendimet në shpejt. Jo ajo kafe transformohet në diçka shumë të bukur. Absolutisht gjithmonë. Me dal. Edhe e quajt me natë poetike. Po, edhe ishim pajis me bloqe, me fletore, me rezerva, edhe shkume në një lokal. Përësit me ven. Po, pi me ven, edhe gjejtë letërsia rrimen me venën e ba. Gjejtë një tog fjalesh edhe filma me ba poezi, dhe më thënë, s'jashim një fjallë dhe ma të fjallë të bashim një poezi. Qa nodhi mrapa, me që isha e pajisën bashkë me këngëtaren, si më thonë, me që shkru me poezin, këta poezi i këthy me në kangë. Ka një natë shumë bukur. Mirë, nuk për kalzat tjera, të tha ideni mos i kalzat tjera. Mirë, mas emisionit keni punë me mu të trija, pa hajtë skoqë. Si do t'ishte bota pa letërsi? Do t'ishte një botë pa fjallë, pa shpreje, pa emocione. Boshe. Ingrid fix boshe, e trisht. Iden? Një botë pa kuptim, sepse nëpërmjet letërsisë ti mundesh me jetu shumë jetë tjera që nuk i ke jetu. Nëpërmjet teksteve që unë shkruaj shpreh gjëra që s'mundem kurrë me i thënë me fjalë. Është mënyra më e mirë për me kuptuar njëri. Çfarë ka një jetën tjetër Iden? Se di. Nuk e kam menduar ndonjëherë.
Po ti Josefin, çka ke kanë jetën tjetër? Luftëtare. Luftëtare. Po ti Ingrid, çfarë mendon se ke kanë jetën tjetër? Nuk e di nëse ekziston jetë. Atë pës vetën. Kam mirë, ne po e supozojmë që ka ekzistuar një jetë tjetër. Brej shkujit. Kam jetu i 100 vjetë. Ide e bukur kjo. Pse unë nuk e di se të shoh diku ditë edhe si gladiatore, po gladiatore feministe. Është shumë e bukur. Edhe mumet. Ja dalim. Edhe si gladiatore. Okej. Vajza, dashuria nuk ka nevojë të jetë e përsosur. Mjafton të jetë thjesht e vërtetë, thot një autor shumë i famshëm. Si është dashuria për ju? E përsosur apo e vërtetë? E vërtetë edhe e qetë. Ajo pjesa e frymëries tonë, jo se lejon gjithçka. Si është Josefin? E qetë dashuria Josefin? Ka momente çmendurie. Po mirë edhe ka. Po të shti. Pa mirë të shi Josefin, se një dashuri shumë e qetë. A shumë mirë edhe Nadje. Kapen. Po mirë, një minutë, të shi se dashuria s'ma kanë pru të shtrati, Maja Jola. Ashe? Si ka me folën për dashin, ku s'ma kanë pru të shtrati. I kina dy fjalë me bashorti. Ingrid, e di që ndoshta hapat tuajt janë ende herët ose ndoshta jeni hapat e parë. Po dashni gjaj gjithkohë. Në çdo aspekt dashuria është e pakufishme. Si duke, diçka e qetë apo diçka e përsosur? E vërtetë ose e përsosur? Më shumë e vërtetë, është ndjesia më e bukur, edhe mendoj se një njeri po dashni s'mundet me jetu. Është shumë anemik si njeri. Po dashni. Është vërtet, po gjak. Iden. Mendoj se dashnia në vetvete është e përsosur. Kudo që ajo ekziston, ka paqe, ka lumtuni, ka çdo gjë. Që, foli fotografia. Nëse dashnia është e vërtetë, është e përsosur. Patjetër po them se dashnia si nocion është e përsosur. Ideni ka marrë që është bitor, dallat e ka. Po që torta është, po që torta bëhet këtë botë bëhet për pak dashni. Edhe që po që torta ka dhe mish mashin brenda. Normale. Josefin, du me të dedikoj një thanje, gjej një dashtën që të shef sikur je e magjishme. E kujt është kjo thanje, Josefin? E ku jash? E ku jash? Është një autore shumë e preferuar e jotja. Që ti edhe e ke në vetvete atë autore. Frida Kahlo. Frida Kahlo, wow. Frida Kahlo. Okej. Okej, se mosha se, jo, mendoj që e ke ndesh, por nuk e kujton më. E shoh që për nuk e ke pi kafën në natës. Po e pi mrapa. Josefin, të shef dikush magjishëm? Mua? Fëmijët e mi. Sa bukur. Fantastike. Domethënë nuk ke një po ki dy që të shohin magjishëm. Kjo është gjë e mrekullueshme. Me fat. Ingrid? Se di. Mami, se kam. babi, motra. Patjetër. Po, magjishëm se kisha thonë. Okej, Iden. Patjetër, jo. Kam shumë njëpë që më shohin kështu Magjishëm. A jam shumë e lumtën. Shumë e mbushur. Giacomo Casanova thot, grati kam dashur deri në çmenduri, thot, por lirinë kam dashur më shumë se gjithçka tjetër. Nuk e di pse ky Giacomo më duket një version femën, por mashkull. Versioni i femës mashkull. Unë mendoj se liria është e mrekullueshme, edhe pa lirinë nuk vjen asgjë tjetër. Vajza jeni të lira? Po. Në di, unë isha po në lokar, por kushton liria? Kushton. Jo, nuk e kena të pjesa monetare, kushton shumë aspekte të tjera. E vetmja gjë që mund të kushtojnë se një vajzë e lirë mund të përflitet shumë, por kur dikush është i lirë, të betohem që as nuk malet me menu edhe me as me mëni se qa flitet, si me thonë. Keep going. Ajo pjesa sidomos është më shumë për humor bisedash në një herë në kafe. Ingrid, po, dhe tonight me ne është sigurisht që ti edhe super mal. Kam kanë që shmi, jam vetë personi lirë. Je natyrë shumë e lirë. Edhe kushton
Për mu, për shembull, ka kushtu në fazën e adoleshencës, kur prind mundohen që me të pas ma shumë afër vetit, se e din që po të lirune nuk munden me të kap ma, ajo besoj se është pak sfida mes nesh dhe prindve. Ti ke një eksperiencë që ke jetu disa kohë jashtë Shkodrës, është më mirë besoj unë, është më ndryshe. Mendoj që edhe impakti që t'jep qyteti jot është nganjëherë shumë më i rëndë për me kriju lirinë tonë, është disi mohus për me kriju lirinë tonë. Jo, nëse kam këtë problem, në asnjë vend që shkoj, por që e du shumë Shkodrën, po sikurse në i vedin si në shtëpi, fatkeqësisht. Po e du shumë, edhe nuk më pengon as Shkodra, as një njeri për me jetu jetën ashtu si unë du. Fantastike. Këtë le të vlej mesazh për gjithë brezin tanë. Iden? Unë thëmë që për me keni lirë, ti duhet me e përqafu lirin me mallje. Nuk është gjithçka për me ulltullë, me ikso më lërk me keni lirë, me keni rebel. Unë me lejsa ashton të mallja, sepse ke njerë që kanë keni burg, edhe kanë keni të lirë me mallje. Kjo është forca që ka çdo njeri në vetvete. Pra të mundesh me keni lirë kjo se s'ke një mallje të lirë. Gjithashtu mundesh me keni lirë, po ke një burg brenda vetit që nuk vlen me jetu kur i lirë. Kjo ishte një krahasim i jashtëzakonshëm i den. Moj vajza. Thash po ju zbuloj një fije po. Pyetje të bukur unë po më pëlqen. Po pra. Iden çka shef syni jot fotograf tek një gru nudo? Tek një gru e gjveshën. Atëherë Ke ishte pyetje mirë, më thot Josefina. është pyetje shumë e mirë. E para punë se herë është një perfeksion anatomik. Si do që t'jetë, femën... Cili është detaji që ka shisa jote e parë shikimi? Silueta asaj. Unë kam jo vetëm silueta, por edhe detaj në trupin e saj. Pra kushdo qoftë ajo femën, pra është një nan, është një plak, është një çdo rrullë, çdo nuk ka rëndësi. Shpreh diçka. Unë shoh njeriu hynor, pra Kujdesha me është hynor, nuk e shoh nudo të Idenit janë si ti çet mim, shet diçka jo surreale, si më thonë, diçka shumë mitike. Hynore. Ideni më ka bërë disa fotografi ku unë nuk dosha me pa vedin. Edhe mënyra se si më ka fotografu Ideni, unë dashurova me vedin. U ridashurova me vedin. Kena nevojë me u ridashuru me veten. Është gjë shumë e mirë me u ridashuru me veten. Di pse? Sepse ato gjëra që të tjerë ti shohin si defekte ti shef si diçka e jashtëzakonshme. Prandaj. Iden kam pa fotot tuaja të një gruaje e cila po mbart një jetë brenda vetes. Unë mendoj se kam pa një foto të jashtëzakonshme. Jo të fakti që ajo grupo mban një jetë brenda vetes, sa jehuna që lete fotoja mbrapa. Hija e saj me një bark ku mban një jetë brenda vetes ishte jashtëzakonshme. Si ndjehesh në ato momente? Përveç kujdesit që ti ke se je shumë e kujdesshme, i ke shumë gjëra të tjera. Është një moment shumë intim, shumë delikat, edhe ti mundohesh gjithmonë me e bë me unë i mirë, por edhe është diçka që po e provu nuk arrin edhe me kuptu. Ndoshta adin të duket si diçka e çuditshme kur e shef. Edhe gjithmonë thu wow, si do të jetë, si është, po sa gjë e bukur, sa e mrekullueshme. Dhe kjo është ajo ndjesia që të jep. Ingrid, kam një pyetje për ty. Si një dhura, si një surprizë që do të hap. Uova di Pasqua. Ingrid, kam një pyetje për ty. A jetohet me art në Shqipëri? Ingrid i këndon, për shembull. Sapo ka filluar karrierën e saj me këngë. A jetohet me art në Shqipëri? Për shumë shekuj dekada më përpara, asnjë muzikant nuk ka keni pasun. Jo vetëm muzikantët. Me vlerë monetare, po thojmë, por që po themi. Muzikantat, artistat në përgjithësi janë gjithmonë të pasun, sepse kanë diçka që njerëzit e tjerë normal mund me i quajt nuk e kanë. Bartin në shpirtin e tyne një gjë shumë sublime, shumë hynore që jo të ta ne kuptojnë. Edhe kjo gjoja mendoj se i bën të pasun. E bukur kjo. Do me thënë art nuk jetohet. Paka shumë tjera. Jozi, unë them Jozi, se ke një emër fantastik, Josefin. Josefin, kush e ka këmu Josefinen?
Chris Rea. Chris Rea. Se di në qytetin. Super kom. Chris Rea. Ke një emër fantastik që nuk e di kush ta ka ngjit, po besoj që më duket se ka parashiku se si keme kënë të ardhmen. Edhe është një emër që të shkan. Në fakt, emrin unë e kam marrë sepse kam lind mas vdekjes së gjyshit tem që e ka pas emrin Zef. Kam lind është një emër i trashëgum, domethënë. Shumë afër ditës së Shën Jozefit që është 19 mars, kështu që me herë ose më pa herë ne kam marrë me zërat tema. Edhe nëse ka ndosh me rrit për vllon, ja, kam lind fiks në mars, si më thonë që ta marrë. Vitin e parë më ku ka. Aty do. Okej, të shoh shpesh përveç shumë eventeve humanitare, të cilat ti pjesëmarrëse në të shumtën prej tyre, po jo se kanë janë shumë femnore, modele. Po, model ka bajin. Unë e di që ne kemi këtë kontributin me njëna tjetër. Si është jesh modele? Si t'jep, çfarë ndjesie t'jep? E parë je shumë e lirë, sepse njerëzit e lirë edhe modelojnë. Ata që janë të ngushtë nuk mundën me modelu sepse thotë si po dukem. E ke problem si po dukesh apo atë çka do të më dhanë prej vetes? Jo, as nuk mendoj se si po dukem, por mjafton të jetë një aparat para, dhe unë, voilà. Voilà. Si duhet jetë një modele? Si duhet me kanë, të shumë nuk jam modele, për me të regu, Po mirë, si më nënë ti se duhet jetë një modele, s'ka rëndësi. Një shtusion. Po, e kisha fjallë me inspiru të si vajzët e reja, se unë e kuptoj që këta selfie janë ba selfie dhe ta me ila modele. Por modele në të vërtet është kur ke një fotograf për para, dhe jo gjithmonë ajo bukuria që ti përcjell më shumë se ajo ndjesia që ti përcjell. Ajo që ka jetë për i shpirtit. Kjo është po. Që më nëhesh me thanë ma tepër për i shpirtit ta? Që më nëhesh me thanë? Avash. Mjo që kam. Tonë që kam. Më nëhesh me edhonë. Krejt pjesën tonë është Me kanë shpironore. vetë. Me kanë vetvetja. Nuk më rezerva. Okej. A keni një poezi që ki për zemër iden? Poezi që kam për Ose një autor që ki për zemër, ose një poezi që ki zgjellë sot me në lexu në studio? Kam, me pëlqejnë poezitë shkrimtarit prej Lezhët, Ndos Gjetja me pëlqejnë shumë, që është Hinnerk bashkohort, por edhe Dritero Agolli me pëlqejnë shumë. Jo më larg se dje kam lexuar një poezi tien që ishte fjala, rëndësia fjalës me Sodione. E ka një Shumë e lezetshme ajo, shumë e bukur. Po. Pesha që ka fjala. A ke diçka me lexu sot apo? I tash nuk kam diçka me vete, por ndoqë edhe po e gjejm. Pa, gjejmë ndërkohë. Ingrid, cila është ai autor që t'inspiron, që t'jep kënaqësi me rilexu edhe një herë ndoshta? Për poezi. Për poezi, pros, nëse ki pros, nuk është problem. Migjeni. Po ku ka shkodran që nuk e përshën Migjeni, ma e E dëshiroj. Ka marrë pjesë edhe të fjala artistike për shumë vite, vetëm me novelat e tija. Me novelat e, okej. Shumë e bukur. Joze, kush t'inspiron prej poeteve femra? Prej poeteve femra, ti më inspiron. Kam babëles në poezi, të të kupju deri diku mënyrën, stilin tan të poezisë. Nuk është je të kupju, tu inspiru, nuk e quaj kupim kur njeriu inspirohet. Edhe unë nuk kisha dashur më dhanë atë poezi, se e di ma ke dhanë, po duhet ma thonë studio. Nëse ti e mon man. Se moj man. A ke kun për kollaj ja? Ja, se kam për kollaj. Okej. Harrova me thonë që edhe ti një nër poetet e mia të preferuar. Këtë kina mas emisionit bashkë, pa hajtë. Se thash nuk po. Edhe ashtu edhe shumë çudit, poezitë e tuaja shpesh herë kur i lexova të kam shkruar disa. Ma ke thënë gjatë ti. Ishin sikur ishte të më lexu mendjen mua në atë momente që ti pustosha atë poezi tonë. Po, sa po e publikon një poezi ti. A di edhe ma ki thonë, me të vërtet, sa po unë e kam publiku ti, unë gjëram da them me këtë poezite. Po. Du me ma lexu diçka që keti për zemër sot. Unë kam që ke për zgjall. Vetë sa për ju pak sot e mikrofoni që të dëgjohet pak më mirë. Kur kam kanë më e re, gjithmonë afër shtratit kam pas lënë një fletore edhe një rezervë, edhe gjatë natës më vishin si vegime tip fjalësh, tokza, dhe unë bashkë gjithmonë poezi.
Kjo poezia që kam bë, pak a shumë është tu inspiru për stilit të Klodian Kojasht, i cili edhe ai më pëlqen shumë. E përshëndesim edhe Klodianin, edhe unë e përqej Klodianin jashtë. Satira aq e shut edhe aq. Nuk ka vetëm satirë, ka ironi, ka një poezi, ka një loj fine. Ka një loj fjalësh të bukur. Edhe këtë poezi e kam bën. Stil Kojash. Nuk ka ndrysh. E kam bën bas stilit tim. Të du. Dje, sot, e me qa po shof edhe nesër. Du me mlell të na ditë bashk e me i fut në një anër. Në fakt, unë anër i kam. Por po i ndroj vend. Po i marr e po i fus në shpresë. E çka po ban masanej? Asgjë. Po pres, derisa të vdesi në fund krejt. Nuk do dosha me pas një poezi me vdekje në fund, por që se si ke ishte e kashme. Ishte ideja shpresa dhe se fullit. Me citu diçka, Ingrid? Nuk ke, apo s'ke diçka të përzjellë. Iden, e di që ke diçka gati. Venitem si ka dili. Një, po tham këtë të... Një. Unë po të nëgjoj. Do të gjetja, Nuk nëgjoj vetëm unë. Leni pro. Jo jemi vetës, një mirë të vetës. Më që folim pak edhe për artin e për gjona. Yes, of course, Iden. E për politiken? Yes. Të kishim gzime sa kemi partira. Të kisha dhoma sa kemi ministra. Të kisha shok sa kemi shefa, të kisha miq sa kemi gazeta. Të kisha mikesha sa kemi vetura, të gjithë meshkujt të ishin burra. Të kishim njerëz sa kemi banor, veç qellin lart të kishim e pror. Dhe me që ishim të Kojashi, se Kojashin nuk e kam përmend çuditërisht asnjëherë në emision, por unë poezitë e tija i cilësoj nga një herë, sepse gjendet shumë çka aty. Të du se tek ti gjej një pjesë temen, thot Kojashi. Këtë lexove ti më duket apo jo? Jo, ti lexove pak a shumë si kjo. Mirë, merre pjesën tënde e shko. Por e ja prap. Le duhena kur s'kam asgjë tamen. Le duhena pa kërku veten. Të duhena si të ndryshëm, pa nevojën e plotësimit. Veç me dëshirën e njohjes. Me frikën e amël, se duke u dasht, ja kina njoft fundin njëri tjetrit. Kojash pra kojash, nuk kemi që themi tjetër. Okej, vajza, është një çast në jetë ku njeriu thotë, e di se po ndryshoj, sepse po largoj veten nga situata që më bezdisin, më lëndojnë, më shumë çka tjetër. E ke largu veten nga situata që të sikletosin të Po, e bën këtë gjë? Po. Ndihesh më mirë, ndihesh vetvetja, ndjenjë tjetër. Ingrid, po mëson ta bësh diçka të tillë sepse ti herët më thanë po e ke largu veten. Situata duhet të jetosh sepse mëson prej tyne. E vërtet. Po që më ka noll, mu arratis ti si. Me ik, me u largu situatave. Po. Iden? Po, çdo situatë e vështirë na mëson që herës tjetër të largohen para se menoj. Mas ta përsërisim. Unë së fundmi largoj veten nga njerëzit toksik. Gjithashtu. Dhe jam shumë e lumtur për këtë. Sa po e kuptoj që ka një lloj toksiciteti aty brenda. Largo. Jeta është shumë e bukur, edhe kështu, mjafton edhe një njeri më pak. Po. Në jetën tonë. Nuk është nevoja me kalu shumë kohë, janë disa detaje krejt vogla që mendoj se jemi prej aty në njerëzve të katërta, që nuk na duhen shumë njerëz për me kanë të lumtur. E vërtet. Ne mund na me kanë të lumtur edhe vetëm. Po. A desha me thënë, unë ka shumë momente që dal edhe rikrejt mirë vetëm. Ose vetëm një person që munduroj në një moment tjetër është klesta shoqëria me tila marrë dhe na ka nëllë që kina najt, njëna nëjt, tjetër atë asë një fjallë, asë njëna, ama një të. Njëna tjetër, bukur, ti e the se që banë kurin vetëm, Ingrid? Kur je vetëm me veten tënde, ndashnin tënde? Zakonisht, marr biçikletën, marr një blok edhe një rezervë dhe shkoj në liçen. Kur isha në Tiranë te liçeni, e këtu në Shirok. Këtu në Shirok. Iden, po, vazhdo, më fal lutem. Rri në një vend vetëm, pasi baj këtë xhiron me biçikletë dhe filloj shkruaj. Aty shkruan, aty gjajnë frymëzim. Do të thonë një ditë tjetër është edhe liçeni, shëtitjet me biçikletë. Natyra, fantastike. Iden, kur kam nevojë me najt vetëm, ja jap vetit atë mundësi. A jam shtëpia, kam dalë, nuk e di. Nga të lira, nuk presin me pas diçka prej tjerëve, po e marrin vetin dorë edhe bën një gjatë tjera. Unë kam një person që vjen me mua, një sen që vjen me mua makinë.
Shëtitit e gjata e makinë, sinqerisht, që më kanë dhënë rezultate. Bëhet shumë që më e mirë makina. Isha s'po mësohem shumë me të. Okej, vajza, Pashkt erdhe, vest i kemi në gjy e të tana. Cili është mesazhi që do na mi dhanë spektatorit për Pashk? Ashtu siç lymë me ngjyra vezët, ta lymë me ngjyra jetën tonë, të falim, të majmë afër vetit njerëz që na japin ngjyra, na japin jetë. Edhe ti na të lumtur. Josi, Lumturia është kaq. Fal, Josi ti, fal. Shumë fale. A është diçka që të bën të lumtur? Unë fali, por kam një diçka që nuk harroj. Ama fali sepse du mu një mirë, nuk të fali ty pse e meriton ti. Fali sepse du unë mu një mirë. Ti ndoshta s'mund ta meritash, unë fali sepse du unë me kanë mirë me vete. Okej. Aja është për në favorin tëmë gjithmonë. Falja është je egoiste. Iden, Unë do me thonë gëzuar për shumë vjetë, edhe mos të harrojnë që gjithmonë mos shiut ka diell, mos diellit prepshi, kështu që ka Ingrid, një mesazh, mas pak ko me kene le Bajrami, jo vetëm Pashk, se ne kena kështu, jemi shqiptarë, kemi gjitha bashk, Pashk, shqiptarinë të tane kena bashk, edhe Bajramin. E uroj gëzuar e për shumë vjetë të tonëve edhe shpresoj shumë që me këto festa të rinjallin edhe ne edhe shpirtin të rinjallim të tonë edhe t'jena sa më pozitiv karshi njëri tjetrit. Më ka të disi në indicje të shpirtit, ajo pjesa që thuti që gratë janë të bukura, edhe tek rrullat në qafë, edhe tek barku i plasariton nga lindjet, ose dhe jo nga lindjet, edhe tek pesha atyne e tepërt, janë të bukura së fundmi edhe kur nuk kanë flok, edhe kur nuk kanë gjimë, edhe nuk kanë shumë gjana që ato mendojnë se nuk i bajnë bukura. Dhe askush më bukur se Meryl Streep nuk e thot një diçka të tillë. Duke qenë vetvetja autentike, do të thot edhe të pranojmë ndryshimet fizike, ndoshta edhe për shkak të moshës. Do të thot të pranosh veten me disa rrudha, pak rreth errët, ose disa flokë të bardhë. Ndoshta dukemi më pak të bukura për njerëzit sipërfaqësor. Por jemi autentike me përvojën tonë, të shkruar në fytyrë. Nëse kemi hijeshi, askush nuk na e heq, sepse hijeshia nuk ka moshë. Edhe për mu, sot ishte një satisfakcion i veçantë me pas 3 femra të hishme në studio. Ju faleminderit që ishit në studio me mua. Faleminderit që përcjellt shpirtin e lirë, faleminderit që përcjellt artin tuaj secila për vete, por edhe mesazhet humane që keni dhënë sot për të gjithë spektatorët e emisionit Pena e Shkodrës. Unë ju përshëndes të gjithëve, ju uroj gëzuar Pashkët, ju uroj një të shtunë sa më të bukur për të gjithë ju dhe familjen tuaj. Së bashku do shihemi të shtunën tjetër me një personazh karizmatik, ndoshta ju kaq të bukur. Vajzat i kam përkullueshme. Mirupafshim të gjithëve. Por, para se të mbyllim emisionin, do të kemi këngën You Don't Own Me nga Grace. You don't own me.